Në stadiumin Reshit Rusit të Shkodrës zhvillohen dy miqësore shumë interesante ndërkombëtare në mes Akademisë Vllaznia të Moshave dhe Akademisë Juventus në Londër. Një iniciativë kjo e Akademisë Vllaznia dhe personalisht e drejtorit sportiv të Akademisë Vllaznia Alban Hasani. Alban, diçka interesante. Shumë interesante. Po ka shumë entuziazëm. Nësi me thënë drejtën, sepse këto moshat e vogla, gjithë sportistët veç shishnohen në prind, dhe kjo është diçka shumë e mirë. I falenderoj gjithë prind që kanë ardhur sot, si nga Vllaznia dhe ashtu nga Juventus Londër. Është një eveniment shumë i bukur dhe jam shumë i lumtur që këto dy ditë ishin shumë bukura në Shkodër. Dhe shpresojmë që ndeshjet e tilla na shërbejnë sa më shumë, sepse fëmijët nuk kanë si rezultat, nuk kanë si njohja tyre, bashkëpunimi nëpërmjet sportistëve, familjarëve, dhe për këtë jam shumë i kënaqur sepse ka 2 ditë që prind e ekipit të Juventus Londër, ku janë edhe shqiptar, janë anglez, indian dhe janë duke shishnuar, duke pi kafe, duke dhënë bashkë, dhe na shërbejnë më shumë ne si akademi, sepse është një socialis i shumë mirë si shërben në të ardhmen fëmijët tonë. Nasia është e madhe sepse kemi marrë ftesë zyrtare për të marrë pjesë në një aktivitet shumë madhështor në Londër, ku marrin pjesë mbi 20 ekipe, Arsenali, Chelsea, Juve, Atletico Madrid dhe shumë ekipe tjera, dhe do të kemi pjesë me 2 grup mosha, U12, U13 dhe U16. Kur do realizohet ky turne për ekipet? Është në muaj shtator. Po ashtu jam i lumtur sepse Vllaznia, siç e dini, në arenën ndërkombëtare jemi numër 1 në Shqipëri, ku kemi shumë aktivitete ndërkombëtare. Kundërta dhe mas një muajt kemi prapë një aktivitet shumë bukur me U15 në Skoci, ku jemi ftuar nga Glasgow Rangers dhe Celtic Glasgow. Duke kthyer tek turneu, përfaqësues të Akademisë Juventus me qenë në Londër u shprehin shumë pozitivisht, jo vetëm për bashkëpunimin, por edhe për nivelin e lartë që kanë futbollistët e grup moshave të Vllaznisë, madje veçuar disa. Jam shumë i kënaqur me grup moshën U11. Sinqerisht jam shumë i kënaqur sepse është hera poshtë që fushë madhe, dhe duke pas parasysh një profesionist shumë madh si profesor Safeti, në një lojë jashtëzakonisht bukur. Pashtu si shka hi e Vllaznisë me pasime shkurtë dhe dalje në mendim në sulm, dhe prandaj na kemi pretenduar dhe kemi luftuar që të emrat të mëdha të futbollit shkodran, të punojmë me grup moshat e vogla, sepse aty fillon ABC e futbollit. Do të falenderoj edhe presidentin Xhaferi, sepse ne kam shtetë çdo iniciativë tonë, sepse pa numrat e tij nuk mund të bëjnë mujtën, sidomos në aktivitetet ndërkombëtare, sepse ka edhe shpenzimet e veta, plus edhe prind që janë të gatshëm për të kanë marrë pjesë këto aktivitetesh. Alban, faleminderit. Faleminderit Gasi sepse është kreta veçantë. Faleminderit ty Gasi sepse në zotë që organizon fëmijët tonë, dhe sinqerisht të falenderoj me zemër se gjithmonë i gatshëm për të marrë pjesë me dhënë më të mirën, me reklamu këto fëmijë, sepse kam thënë edhe të tjera, turnesat nuk bëjnë gjithë sportista, po është një diçka e bukur që këta e kanë kujtim, me intervistat e tyre, me videot e tyre dhe të suksese. Shpresojmë që një darë jo shumë të largë të shikojmë me ekipet e rritura. Normalisht, sot janë 15 sportistë të Vllaznisë, akademia, që janë pjesë ekipit parë, dhe të gjithë këto kanë filluar të kemë moshë, dhe çdo ëndër është bërë realitet, por vetë duke pas shumë.